Protesta nuk e dëmton integrimin. Ministri Ferit Hoxha i përgjigjet gazetarëve të BE-s. Tubimet tregojnë që Shqipëria ka demokraci. Protestat që po zhvillohen në Tiranë prej 12 ditësh kundër investimeve në zonat e mbrojtura nuk e pengojnë procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu u shpreh ministri i jashtëm Ferit Hoxha në një bashkëbisedim me gazetarët e Bashkimit Evropian. Shefi i diplomacisë shqiptare nuk i shpëtoi pyetjeve për situatën në kryeqytet. Protestat tregojnë që ne kemi liri, pra që njerëzit mund të dalin në rrugë dhe të kërkojnë çfarë të duan. Nuk shoh lidhje mes protestave dhe negocimit në BE. Është e drejta e qytetarëve të protestojnë, ndërsa ne bëjmë punën tonë. Protestat janë pjesë e përditshmërisë, ka edhe në vendet e tjera. Në vendin tonë, vetëm gjatë komunizmit nuk mund të protestonin, u shpreh Hoxha. Ashtu si kryeministri Rama dhe Hoxha u shpreh para gazetarëve tuaj se investimi 4 miliardë euro në Zvërnec do të bëhet. Nuk jemi një projekt, ka një punë që po bëhet për një projekt dhe unë besoj punën e qeverisë time. Ne do ta bëjmë, projekti do të bëhet nga arkitektët më të mirë brenda dhe jashtë vendit në këtë fushë. Ne do të vendosim ekuilibrin më të mirë të mundshëm dhe të duhur mbi zhvillimin dhe nevojën e mbrojtjes. Është projekt privat në një zonë private nga një zhvillues privat. Qeveria është për të siguruar që rregullat, zbotimet ndërkombëtare, legjislacioni të zbatohen. Le të kemi durim të shohim çfarë do të bëhet, shtoi Ministri Hoxha. Fokusi kryesor i konferencës me gazetarët e Bashkimit Evropian ishte tek procesi i integrimit, për të cilin ministri i jashtëm tha se vendi po ecën me ritme të pashembullta dhe synon mbylljen e të gjithë kapitujve vitin e ardhshëm.